Na shka thejmi valla, edhe këtu kemi, unë kam thonë, disa herë kam me thonë edhe sot, ani pse dikujnë do shtej prishe qefi. Problemin më të madh ku e kena vllazni, na jemi popull emocional. Na del një rast tu kajt televizor ose në internet, valla buk s'kam me hangër 5.000, s'kam kush kujdes për mua, mbledhet këtë dunjoja e bëjnë 100 paqeta ushqime. Ku dhe qoj ai? Një paqet i mjafton për një muj. 12 paqeta për 12 muj, si duhet ma shumë. Dhe pare, dhe fitra, dhe kutia, dhe paketa. Ai, e tash, ka raste, nuk janë ketë normalisht. Generalizimi është gabimi më i madh. Na folim për raste për jashtime. Ai merr paketën shit. Merr paketën shit. Të mos më duhet buk edhe prishet, e shes e bëj pare. Ama atë mëse ne mund luksi. Se ma i zvun për buk e për ujë, vun për luks, se e ngrit standardin e jetës vetë. E kjo është gabim. Andaj të më pas sistem social edhe humanitar më të rregullum se ajo që ekziston sot të na këtu. E para, e kemi thonë këtë vazhdimisht, e para ne fëmijët e familjes sociale duhet mi shkollu, që kjo është gale. Do të minimu ata në shkollë të mesme mi dhënë pare për me vazhdu shkollën, hargjimin ditore, hargjimin e librave, hargjimin e teshave, hargjimin e çantave, hargjimin e udhëtimit, këto do të na mi hargju, mi marrë përsipër. E dyta, vazhdon në fakultet, hargjimin e fakultet na do të mi marrë përsipër, shoqëria. Pastaj me ndihmu me gjetë punë. Deri këtu e kena bosh, mas tuit, e themi Allahu ta dhash hajrin. Nuk është normal, nuk është logjike na 100 vjet, 10 vjet, 15, 20 vjet me majt me buk njerin. S'është kjo mene. Se ne majmë na këtë dunjon me buk hazër. Se këtu dy sene e bëjmë, e para takatin e harxhim, e dyta, po bëjmë na demberat, bëjmë njerëzit pa aft. Jo, po sa fëmijë ki, 3 fëmijë, 4 fëmijë, 5 fëmijë. Une fëmijën më të vogël ta çojnë kopsht. Fëmijën e dytë ta çojnë fillore, tretin ta çojnë shkollë të mesme, katërtin në fakultet. Të punë na i sosim. Nesër, ata bon të aft me punu, ata në ta mojnë shpinë e vetë. Kështu matë, këta njerëz i donë Allah. Andaj, wa ahsinu bëjni mirë, të mira me dobi kalimtare, inna Allah ju hibbul muhsinin, Allahu i donë ata që bëjnë mirë. Shifni pse e donë Allah këtë, se dobia kana shumë e madhe. E fatkeqësisht nësë po kena kësile sharimesh në mesin tonë, për me kuptu se kush edhe ka duhet me harxhu kapacitetit tona. Mës me paskon që këta njerëzit gjymerta, që këto xhamia si kishmi pas. Mës me paskon ato njerëzit gjymerta, ato qeshmat më shumëta që këtyve pin ujë njerëzimi si kishmi pas. Shumë gjana të hejrit, ato i marete, ato vakëfe, ato shkolla, ato medrese. Hala sot në botë, o vllazni, hala sot në botë, universitetet më të mëdha në botë funksionojnë me sadakaja. Ama se ata janë jo musliman, i thënë donacione. Këtë universitetet e mëdha në botë, ndesh Cambridge, ndesh Oxfordi, ndesh Harvardi, këtë ato kanë fondacione që vinë milionerat, miliarderat, japin donacione, edhe ato undajnë stipendia studentëve të mirë që se është shtrenjtë. 30.000, 40.000, 50.000 një vjetë është në ato fakultete. Dhe të 4 vjetë fakultet është 200.000 euro. 200.000 dolar. E kanë fondacione që njerëzit japin donacionet e tyre që na muslimanët i quajmë sadaka, edhe ato i zgjedhin për shembull 50, 100, varësisht sa kanë fonde, student u sigurojnë shkollimin aty, edhe ato universitete funksionojnë me sadakaja, me donacione. Na, për shembull, nuk di që të na të në Shkup, Maqoni, a kemi do një fondacion? Na kemi në fondacionet shumëta që japin ndihmë gjithëve, ama fondacion, për shembull, që lidhet me një universitet veç. Universitet që ka një fondacion, edhe ai fondacion mbledh donacione sadakaja, që veç me majt student që mësojnë atë universitet. Kështu s'ka të na, me sa di unë. A më këshirë në Amerikë, ku janë njerëzit e pasur, në Angli, ku janë njerëzit e pasur, në Evropë, ku janë njerëzit e pasur, atje, universitetet e mëdhaja, mbahen me sadakaja. E na, për shembull, shumë fëmijë tonë jesin pa shkollë për shkak se migja, daja, djali i migjës, e zaki, ka pare plot, ama si shkon menja me, i thonë,
nipit vet ose kushërinit vet, do ti jetëson shkollën e mesme, ku do me vazhdo fakultet? Valla, si ki notat, valla këtë penshe. Ku po do me vazhdo fakultet? Valla, kisha pas qef në filan fakultet, ama shumë shtrenjë s'kam pare. Paret më si ki gale ti, veç ato me mësu. Une e marr përsi për shkollimin ta. E që kjo se vape, disa është i madhë, që kjo është, që këtë e tonë Allahi. Se aj investon, aj ka mbu nesër mjek. Krejt pacientat që aj ka me i shëru, ti shpjen tonën, venin tanë, do shta kime vdek në vorë, se vapet kimi marë, hazër. Është investim kapital, është investim strategjik. Sot e investon 1.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, sa të do që është. Ama përfitimi për asaj ka me të vazhdu me shekuj. Sa i nesër botë profesor universitar, qaj gjalliri që ishtë në shkollë të mesme. Edhe ai nxjerr studenta. Halati vazhdon me fitu se vape. Këtë ato studenta që kanë mësuar tek i profesori që ti e ke stipendu, të vinë se vapet e ti. Pa ato studentat e këtij profesorit, bën profesora, bëjnë studenta të tjerë, se vapin e këtë aty me studentave të ative profesorëve të këtij profesorit, shkojnë ty. Edhe shkon të këtë unaltë, pa unaltë të naltë. Që këtë e donë Allah, o vllazni. Që kjo është bamirës. Që kjo është muhsin.